Të nderuar shikues, përshëndetje, do jemi së bashku në edicionin informativ këtu në kanalin 7, kundër të tjera do të ndiqni. Rama reagon për herë të parë për vendimin e gjykatës kushtetuese që rrëzoi shkarkimin e Veliajt, ai thotë se kryebashkiaku duhet të vijojë procesin në liri. Nga muaji janar 2026 pensionet do të shënojnë rritje për të gjitha kategori, qeveria synon që deri në fund të këtij mandati ato do të katërfishohen. Bashkimi Evropian publikon raportin e progresit për Shqipërinë, vlerësohet detyria e reformave dhe puna e SPAK-ut për të goditur korrupsionin e zyrtarëve. Gjykata e posaçmit dënon me 4 vjet burg Alqi Bllakon, ish deputeti socialist u gjet fajtor për shkeljet e bëra me procedurat e inceneratorit të Tiranës. Albanian's Got Talent duroi një natë magjike në ekranin e Vision Plus, një tjetër konkurrent i spektaklit i rrëmbeu butonin e artë antares juris Elsa Lila. Jemi qërësisht me zhvillimet kryesore të ditës së sotme. Kryeministri Edi Rama reagoi për herë të parë për vendimin e gjykatës kushtetuese që rrëzoi shkarkimin e Erion Veliajt nga detyra. Ai e konsideroi si provën e qartë që tregon se qeveria nuk ka asnjë ndikim mbi drejtësinë, por Rama thotë se kushtetuesja e cila e la në detyrë Veliajin duhet të japë mundësinë atij të vijojë procesin në liri për të shërbyer Tiranës. Vendimi i gjykatës kushtetuese për të mbajtur në detyrë Erion Veliajin si kryetar i Bashkisë Tiranë për kryeministrin Edi Rama është sinjal se akuzat për kapje të drejtësisë nga qeveria janë të pabaza. Në një reagim në rrjetin social X, kreu i qeverisë theksoi se ky vendim rrjedhimisht duhet të sjellë edhe lirinë e kryebashkiakut të burgosur, i cili prej 10 muajsh ndodhet në qeli. Nëse Tirana nuk do të ketë zgjedhje deri në 2027 dhe kushtetuesja mendon se kryebashkiaku i burgosur i Tiranës nuk mund të largohet përveç se me zgjedhje, atëherë disproporcioni i mbajtjes së tij në qeli nuk është më thjesht në dëm të lirive e të drejtave kushtetuese të personit, por edhe në dëm të së drejtës kushtetuese të popullit të kryeqytetit për të shërbyer nga i zgjedhuri vet apo jo. Sipas Ramës, burgosja e Veliajt dhe njëkohësisht mbajtja e detyrës është një dëm që i vjen Tiranës. Çdo njeri normal që nuk sheh tek qëndrimi kushtetueses një qëndrim të verbër kundër qeverisë në dëm të madh të Tiranës, po një qëndrim të vendosur parimor, nuk ka se si të mos pres që me të njëjtën parimësi, kur të gjykojë para burgimin e tij, kushtetuesja ta kthejë Erion Veliajin në detyrë për të vijuar procesin gjyqësor në gjendje të lirë apo jo. Reagimin e tij kryeministri mbylli me një kërkesë për të zgjidhur ngërçin e kryeqytetit. Pika 1 dhe 2 janë të sigurta, pika 3 mbetet për tu parë. Ndërkohë, le të urojmë që kushdo ka në dorë ta ndihmojë zgjidhjen e këtij ngërçi absurd, të kujtohet se kryeqyteti nuk mund të trajtohet si jetim për vite me radhë. Erion Veliaj u arrestua në 10 shkurt me kërkesë të prokurorisë së posaçme në një sër akuzash për korrupsion dhe fshehje të pasurisë. Teksa Bashkia e Tiranës u drejtua nga kryetaria e komanduar Anuela Ristani në asamblenë e 11 shtatorit, shefi i ekzekutivit lajmëroi zgjedhjet vendore, të cilat nuk u zhvilluan pas vendimit të gjykatës kushtetuese që rrëzoi fillimisht dekretin e presidentit e më pas shkarkimin e Erion Veliajt. Kryeministri Edi Rama dha këtë të martë lajmin e mirë se duke filluar nga janari i vitit tjetër, pensionet do të rriten çdo muaj. Nga ky vendim i qeverisë do të përfitojnë të gjitha kategoritë. Sipas Ramës, deri në vitin 2029 pensionet do të katërfishohen. Nga janari i vitit 2026 pensionet do të rriten muaj pas muaj, përveç indeksimit vjetor. Kjo rritje, sipas kryeministrit Edi Rama, është e përfshirë në projekt buxhetin e vitit 2026, që u miratua dje në Këshillin e Ministrave dhe i ka kaluar parlamentit për diskutime. Pensioni urban në vitet plota pune do të rritet 1.800 lek. Pensioni urban i pjesshëm do të rritet 800 lek. Pensioni rural do të rritet 1.000 lek. Pensioni familjar do të rritet 700 lek. Pensioni i invaliditetit do të rritet 600 lek. Kjo rritje e përmuajshme do të vijojë edhe në vitet e tjera, të paktën deri në 2029. Në vitet në vijim, të njëjtat shifra do të dyfishohen për secilin kategorinë 2027, do të trefishohen 2028, do të katërfishohen 2029 për të arritur vlerën e premtuar në qershor të këtij viti, ku shqiptarët na dhanë plot 83 mandate. Pas 4 vitesh, pensioni për të moshuarit do të arrijë deri në 40.000 lek. Në fund të mandatit duhet të arrijmë që pensioni mesatar të rritet si më poshtë.
pensioni urban me vitet plota pune të shkojë 40.000 lekë të reja nga 27.350 që është sot. Pensioni urban i pjesshëm të shkojë mesatarisht 22.000 lekë të reja nga 15.850 lekë që është sot. Pensioni rural të shkojë 18.000 lekë të reja nga 11.500 që është sot. Pensioni familjar të shkojë 18.000 lekë të reja nga 11.400 që është sot. Dhe pensioni i invaliditetit të shkojë 30.000 lekë të reja nga 20.000 që është sot. Ndërkohë në dhjetor, pensionistët presin të marrin si çdo fundvit bonusin, i cili edhe këtë herë do të jetë ndarë në 2 kategori. Ata që marrin pension deri në 20.000 lekë do të përfitojnë 15.000 lekë bonus, ndërsa ata me pension mbi 20.000 lekë do të kenë shpërblim 10.000 lekë. Projekt buxheti për vitin tjetër pritet të jetë rreth 9 miliardë euro. Në draftin e paraqitur, qeveria parashikon rritje të fondeve për shëndetësim, politikat sociale si dhe për investimet në infrastrukturë. Qeveria ka përgatitur buxhetin për vitin 2026, ku parashikon 823 miliardë lekë të ardhura, një rritje prej 6.8%, krahasuar me buxhetin fillestar të vitit 2025 dhe me aktin e fundit normativ. Në të njëjtën kohë, shpenzimet buxhetore do të arrijnë në 887 miliardë lekë ose rreth 8.9 miliardë euro, me një rritje prej 6.7%, krahasuar me vitin aktual. Deficiti buxhetor do të jetë në nivelin e 63 miliardë lekëve, pak më i lartë se 61 miliardët e një viti më parë. Ky plan financiar mbështet objektivat e Ministrisë së Financave për rritje të qëndrueshme të ardhurave, ruajtjen e ekuilibrave fiskal dhe uljen graduale të borxhit publik. Në total, buxheti për vitin e ardhshëm ka vlerën e thuajse 9 miliardë eurove, duke shënuar një rritje të qëndrueshme prej 6.7%, krahasuar me këtë vit. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale do të ketë pjesën më të madhe të tortës, 82.5 miliardë lekë për sistemin shëndetësor, kujdesin social dhe politikat e mirëqenies. Sipas saj, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë renditet e dyta me 77.3 miliardë lekë, ku përfshihen projekte për rrugët kombëtare, mirëmbajtjen e tyre dhe investimet energjetike. Në krahasim me vitin 2025, financimet për kontratat koncesionare dhe projektet PPP do të pësojnë një tkurrje të ndjeshme. Sipas të dhënave, totali i fondeve për këto projekte zbret nga 13.9 miliardë lekë në 12.08 miliardë lekë, një ulje prej afro 13.3%. Në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, financimet për projektet ekzistuese mbeten pothuajse të pandryshuara. Kontrata për rrugën e Arbrit do të vazhdojë të financohet me 3.36 miliardë lekë, ndërsa mirëmbajtja e rrugëve do të kushtojë rreth 660 milion lekë. Ndërkohë, disa kontrata do të marrin më pak fonde. Programi i check-upit për mosha 35 deri në 70 vjeç do të financohet me 699.8 milion lekë, ndërsa pagesat për shërbimin e doganave do të pësojnë një ulje të lehtë. Rënja më e ndjeshme regjistrohet në projektin e sterilizimit të instrumenteve kirurgjikal, i cili do të marrë vetëm 500 milion lekë nga 1.9 miliardë lekë që është këtë vit, një reduktim i fortë për sistemin shëndetësor. Progres raporti për vitin 2025 vlerëson reformat e ndërmarra nga Shqipëria dhe arritjet në fusha të ndryshme. Bashkimi Evropian nënvizon punën e SPAK-ut si dhe luftën kundër korrupsionit. Sa i takon zgjedhjeve, Unioni vëren se duhet bërë kujdes me polarizimin politik. Shqipëria ka bërë përparime në disa sektor gjatë këtij viti, vlerëson Bashkimi Evropian, duke cilësuar si një kohë të përshtatshme për të vijuar me procesin e negociatave dhe mbylljen e grup kapitujve. Në dokumentin e progres raportit për vitin 2025, kryefjalë mbetet reforma në drejtësi, e cila është parë pozitivisht edhe këtë vit. BE vendos nota të larta ndaj punës së SPAK, duke theksuar se ka përparuar qartë në luftën kundër korrupsionit. Struktura e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka forcuar rezultatet e saj pozitive dhe ka krijuar një rekord solid në ndjekjen e korrupsionit në nivele të larta, përfshi rastet me zyrtarë dhe politikanë të rëndësishëm. Megjithatë, korrupsioni mbetet i përhapur në sektor të ndjeshëm, kuadri institucional për parandalimin e korrupsionit ka ndikim të kufizuar. Rekomandohet që kontrolli i deklarimeve të pasurisë të bëhet më efektiv dhe transparent dhe deklaratat e personave politikisht të ekspozuar të publikohen online. Rekomandimet e Unionit shkojnë më tej, duke kërkuar nga vendi ynë që të përshpejtohen reformat në mënyrë që të zgjidhen dhe problematikat që mund të vinë nga sistemi gjyqësorit.
Shqipëria të përshpejtoj reformat në sundimin e ligjit. Cilësia e drejtësisë pengohet nga mungesa e mjaftueshme e magjistratëve dhe nga votimi në zbatimin e plotë të sistemit elektronik të menaxhimit të çështjeve që pritet të përfundojë vetëm në 2030, një afat që konsiderohet dëmprurës. Ashtu si raporti OSBE ODIHR, BE ka cilësuar polarizimin politik si një çështje, e cila mund të cënojë në të ardhmen vendimet demokratike. Zgjedhjet parlamentare të 11 maj 2025 u vlerësuan si konkurruese dhe profesionale nga OSBE ODIHR, por me mungesë të fushës së barabartë dhe abuzim me burimet publike. Polarizimi politik mbetet i lartë, parlamenti ka mungesë mbikëqyrje ndaj ekzekutivit dhe vendimarrja shpesh anashkalon konsultimet publike. Unioni nuk i kurseu vlerësime dhe sa i përket rritjes ekonomike, teksa ulja e inflacionit u cilësua si një punë e mirë. Megjithatë, pati një qasje kritike ndaj investimeve publike. Ekonomia shqiptare ka ruajtur një rritje të fortë të nxitur nga turizmi dhe konsumi i brendshëm, inflacioni u ul nën objektivin e Bankës së Shqipërisë dhe borxhi publik vazhdoi të bjerë. Megjithatë, të ardhurat buxhetore janë të ulta dhe investimet publike shpesh nuk realizohen plotësisht. Ndërkaq në progres raport, Shqipëria mori nota të larta në drejtësi, energji dhe politikë të jashtme. Nota mesatare u vë në sektorin e administratës publike, ku kërkohet më tepër angazhim në punësimin e profesionistëve, dhe në mjedis, ku kritikua menaxhimi i mbetjeve. Shqipëria është përgëzuar edhe në Bruksel nga komisionerja për zgjerim Marta Kos. Ajo tha se vendi ynë ka bërë një progres të paprecedent sa i takon kapitujve të negociatave. Komisionerja Europiane Marta Kos prezantoi paketën e zgjerimit për vitin 2025 me vlerësimet përkatëse për vendet kandidate që aspirojnë t'i bashkohen bllokut. Gjatë konferencës, komisionerja veçoi Shqipërinë dhe Malin e Zi nga 10 vendet kandidate për progresin që kanë bërë. Duke marrë parasysh progresin ku këto vende kanë kombinuar ambicjet e tyre me veprime konkrete, një zgjerim i suksesshëm është një mundësi realiste brenda viteve të ardhshme. Viti i ardhshëm do të jetë një moment i së vërtetës për të gjitha vendet kandidate, por veçanërisht për ato që kanë paraqitur plana ambicioze për të përfunduar negociatat. Kos vuri në dukje progresin e shënuar nga vendi ynë sa i takon grup kapitujve themelor. Shqipëria ka bërë një progres të paprecedent që nga mbledhja e parë ndërqeveritare në tetor të vitit 2024. 4 grup kapituj janë hapur gjatë këtij viti dhe i fundit hapet në nëntor. Një rezultat i shkëlqyer dhe aspirat e qartë me 91% mbështetje të shoqërisë për t'u afruar me bllokun. Prezantimi i paketës së zgjerimit u bë në të njëjtën ditë kur liderët e BE-s dhe ata të rajonit janë mbledhur në Bruksel për një samit në fokus të cilit është integrimi. Ndërsa kryeministri Rama në një intervistë për mediat europiane sqaroi se si është arritur deri në këtë stad me negociatat. Kemi hapur 5 nga 6 grup kapituj brenda pak muajve, që është rekord absolut. Është diçka që vetëm deri pak vite më parë nuk mund ta imagjinonim. Përveç të zakonshmes që lidhet me punën e madhe, do të shtoja dhe shpejtësia lidhet me... Nga një ranë, gjatë atyre që unë i quaj vite të poshtërimit, ato vite kur Komisioni i BE-s rekomandon të Këshillin të çelte bisedime dhe ne refuzoheshim nga disa vende, ndërsa ne përgatiteshim për momentin e çeljes dhe u stërvitëm më fort duke i thënë vetes se momenti ynë do të vijë dhe duhet të jemi gati. Kur momenti mbërriti, ne ishim më të përparuar se të tjerët. Ja ku vjen faktori numër 2, që është Brukseli, i cili ndryshoi qasjen e tij dhe u zgjua. Për fat të keq, u desh një agresion në tokën evropiane për të bërë Brukselin të zgjohej. Kreu qeverisë vuri në dukje dhe faktin se Shqipëria po përdor edhe inteligjencën artificiale në procesin e negociatave. Gjykata e posaçme dënoi me 4 vjet burgish sekretarin e përgjithshëm të Ministrisë së Mjedisit Alqi Bllako. Ai u shpall fajtor për shkeljet me inceneratorin e Tiranës, ndërsa përfitoi ulje nga gjykimi i shkurtuar. Alqi Bllako nuk i shpëton dënimit. Ai u shpall fajtor për korrupsion. Ish numri 2 i Ministrisë së Mjedisit u dënua me 4 vjet burg për inceneratorin e Tiranës. Edhe pse apeli i posaçëm e ktheu për rigjykim dosjen e tij me një tjetër trup gjykuese, ish ligjvënësi socialist nuk pati fat, duke u dënuar përfundimisht me 2 vjet e 8 muaj burg, pasi përfitoi nga gjykimi i shkurtuar. Një herësh, atij do t'i duhet të qëndrojë edhe 5 vjet larg posteve publike. Prokuroria e posaçme kërkoi që ai të dënohet me 5 vjet burg, mirëpo gjyqtarja Rudina Palloj nuk e pranoi kërkesën e akuzës. Për ish numrin 2 të Ministrisë së Mjedisit, çështja u nda, pasi ai u akuzua për korrupsion në 2 episode të ndryshme, në një kohë kur titullari i institucionit Lefter Koka dhe antarët e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave u dënuan për shpërdorim detyre.
SPAK zbuloi akte korruptive në kontratën koncesionare të 2017-s për ndërtimin e landfillit e lidhur mes Ministrisë së Mjedisit dhe shoqërisë koncesionare Integrated Energy BV. Komisioni jashtë miratoi mes debatesh projekt ligjin për barazinë gjinore. Opozita e kundërshtoi me forcë draftin me pretendimin se do të ndikojë negativisht në traditën e familjes shqiptare. Qasje të kundërta lidhur me projekt ligjin për barazinë gjinore shkaktuan debate në Komisionin për Europën dhe Punët e Jashtme. Ndonse që në prezantim, zëvendës Ministria e Shëndetësisë theksoi se në draft përmenden vetëm 2 gjini. Opozita ngriti pretendimin se ky projekt ligj synon të destabilizojë shoqërinë shqiptare. Një eksperiment i dhimbshëm për Shqipërinë që doni të realizoni duke shkatruar parimet kryesore të shoqërisë tonë, duke shkatruar konceptet themelore të familjes, burrë dhe grua, nën martesë, duke hapur rrugën futjes konceptet e edukimit gender të fëmijëve që në shkolla, pra duke devijuar totalisht shoqërinë shqiptare dhe shoqërinë njerëzore. Por mazhoranca nuk pranoi pretendimet. Ishte kreu i grupit parlamentar të PS Tauland Balla, i cili përsëriti se ligji kërkon të ndrejsh pabarazit mes burrit dhe gruas në shoqëri. Që burrat dhe gratë e këtij vendi, kudo që punojnë, kudo që garojnë, kudo që kontribuojnë në shoqëri, të ndihen barabartë. Pra, ky është një ligj që flet për barazi mes burrit dhe gruas kudo. Madje shqetësimet e opozitës se ky ligj mund të ndikojë në familjet shqiptare u qartësuan edhe më tej nga të majtët. Ky ligj nuk krijon gjini të reja dhe nuk zëvendëson biologjin. Kështu që këtë duhet ta pranojmë të gjithë. Nuk rregullon jetën familjare apo prindërimin dhe nuk ndryshon termat nën, atë apo prind. Ligji nuk synon të rregullojë jetën familjare. Mes debatesh, komisioni kaloi në parim projekt ligjin me 8 vota pro. Votojmë në parim projekt ligjin për barazinë gjinore. Pro, kundër, abstenim miratohet me 8 vota pro, 2 kundër dhe 1 abstenim. Në Komisionin për Europën dhe Punët e Jashtme u prezantua gjithashtu dhe kandidati për ambasadorin e Shqipërisë në Zvicër Ermal Treta, i cili vetëm disa muaj më parë la postin e kryetarit të Bashkisë së Vlorës. Një 62 vjeçar ka humbur jetën mëngjesin e kësaj të martit teksa ishte duke punuar në një minier në zonën e Theknës në Martanesh. Sulejman Kurti, me detyrë administrator, dyshohet se gjatë kontrollit në frontin e punës është aksidentuar e si pasojë e dëmtimeve të marra ka humbur jetën. Në vijim të veprimeve, policia ka shoqëruar disa persona të stafit drejtues dhe teknik të subjektit minerar me qëllim sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes. Konkurrentët e mbrëmjes së tretë Albanians Got Talent befasuan jurinë me performancat e tyre. Ndërkohë, butoni i dytë i ardhur në këtë edicion të spektaklit shkoi për ventrilokuistin Nikolas Bushi. E hëna në mbrëmje shënoi një tjetër sukses të natës së tretë të spektaklit Albanians Got Talent në ekranin e televizionit Vision Plus. 12 konkurrentë sollën performanca të jashtëzakonshme përpara 4 anëtarëve të jurisë, por edhe publikut. Grupi i grave të Tetovës befasuan me zërin e tyre duke përcjell traditat dhe rrënjët shqiptare. Pianisti italian Eduardo Donantino rëmbeu po ashtu pote juris, i ndjekur nga grupi i vajzave Shqiponjat. Surprizë e mbrëmjes ishte padyshim Golden Buzzeri i dytë. Ç'kemi Adelina si? Hiç, mirë shumë. Ventrilokuisti Nikolas Bushi nëpërmjet talentit të humorit fin fitoi vëmendjen e të gjithëve, veçanërisht të Elsa Lilës, e cila shtypi butonin e art duke e bërë automatikisht artistin finalistin e dytë të këtij spektakli. Publiku reagoi me entuziazëm në çdo dalje, ndërsa juria u përball shpesh me vendime të vështira për të përzgjedhur më të mirët e natës. Komentet mbështetëse shpesh edhe pikante ishin përtej konkurrencës për të siguruar një vend në gjysmëfinale. Ndaj për të eliminuarit e mbrëmjes, kjo mbetet një eksperiencë fantastike.
Programi u mbyll me premtimin për një fazë edhe më emocionuese javën e ardhshme, ku garuesit do të përballen me sfida të reja, si dhe surprizat të tjera që do të testojnë kufit e talentit të tyre. Si të gjithë, duam ta jetojmë, faleminderit, kush diçka dha. Nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Bashkëndajemi këtu natën e mirë.